Lumi Drinë është pasuria më e madhe që ka Dibra. Është një nga perlat e Dibrës. Rreth 74 kilometra. Pra është jeta e kësaj zone. Ndërtimi i një hidrocentrali do ta shkatronte tërë zonën. Ndërsa sa i përket mbrojtjes, duhet e gjithë Dibra të jetë në këmbë për ta mbrojtur këtë. Pra është lumi më i pastër në Shqipëri. Sot e gjithë bota po shkon drejt prodhimit të energjisë, panele fotovoltaike dhe në energji eolike. Atëherë, pse ne duhet ta mbysim gjithë këtë fushë? Pse ne duhet t'ja heqim Dibrës mundësinë e të pasurit një lum të tillë? Jemi në lumin Drinë, jemi një segment të vetëm të virgjër që ka ngel nga ky lum. Pasi mbi këtë lum, 2 hidrocentrale shtrihen në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe 4 hidrocentrale të tjera janë poshtë Kukësit. Do luftojmë ta mbrojmë ato nga çdo oreks i të gjitha qeverive për ta glabruar këtë pjesë të jetës tonë. Një nga arsyet se ne bëjmë rafting dhe bëjmë sport dhe duam ta promovojmë këtë sport është ta ruajmë Drinën e Zi. Edhe motoja jon e të gjithë atyre që bëjnë rafting në Drinën e Zi është Save My River. Jo vetëm për të ruajtur Drinën e Zi, por të gjithë lumenjt. Pa lumenj nuk do kishte njerëzim. Of all water used for human consumption and humans' needs comes from the rivers. And in this context, we have to do more. We grown up seeing Drinën River like this, so we can't imagine another version of Dibra. And the only thing we are asking is to let this river free flow and to let Dibra untouched. And what I'm going to ask to all Dibran people, and even Albanians people, not just to Dibran people, because the Drinën River doesn't belong just to Dibra, is to raise their voice, to ask more, to act more, and to save Dibra in the end. Vim zakonisht me shok, edhe gjojmë në përthellësit ka krap, në cektinat ka mustak, kurse në pjesën ku ka rrym shumë është trofta. Është diçka kryevepër, kënaqemi. Nuk gjej fjalë për të folë për këtë Drinën, por duhet ta mbrojmë me çdo kusht.
Këtu kemi jetën, këtu jemi rritur. Kemi pas fusha futbollit vogla që lushim. Këta me emocionojnë shumë. Nuk di që jap për këtë event. Kam jetën këtu. Kam gjithë jetën. Jam 62 vjeç. Nuk e le dot. Këtu duhet të mbyll jetën time, në këtë zonë, me këtë lumë, me këtë bukuri. Këtu është e gjithë jeta. Këtu duhet vdes. Këtu duhet jetoj.